Dhe metodika e këshillës së mirë, metodika e të folurit mirë, metodika se si edhe ti e fal namazin, po edhe vendi kur ti e vendos ballin në sejdë për Allahun pra, duhet të jetë vendi i pastërt, duhet të jetë ambienti i pastërt, duhet të jetë të folurit e pastërt, duhet të jetë komunikimi dashuronjës për krijesën e Allahut, pra që ta thrasësh në Islam me plot dashuri, me plot frikë, respekt, me përundje, me shumë delikatesë, pra duhet ta ftosh tjetrin të studioj Kur'anin dhe jetën e Resulullahit dhe sunetin, pra dhe hadithet dhe çdo gjë çka flet për këtë din të madhërisëm, për këtë Islam të bukur, që është paqe, dashuri, kod mirësjellje, dhe që çdo njeri që e pranon këtë Islam të bukur dhe që hyn në shtyllat e Islamit, imanit dhe ihsanin e kupton dhe e zbaton në përditshmërinë e tij ihsanin, Allahu ka me nderue wa laqad karamna bani Adam. Pra thot ne kemi nderu pra bijtë e Ademit, i kemi nderue me këtë Kur'an, i kemi nderu me fjalën më të bukur që është fjala e Allahut te bareke wa taala. Ti duhet të jesh bindës në komunikim, duhet të jesh bindës me fakte, me argumente të shëndosha, duhet të marrësh ajetet kuranore, ti shpjegosh me maturi, me modesti, me dashuri dhe jo me violencë, jo me dhunë, stop dhunës. Islami na mëson që të jemi të butë, të sjellshëm, të jemi metodik dhe të urtë pedagogjik në të shprehurit dhe të folurit tonë, sepse Allahu na mësoi të shprehurit dhe të shqiptuarit. Allahu ishte që ja mësoi, që i dërgoi me lajket dhe ja mësoi wa alama adama asma kullaha, ja mësoi pra Ademit emrat e gjithë sendeve, emërtimet e sendeve dhe e pajisi pra këtë krijesë me intelekt, me urtësi, me dituri dhe na mësoi pra me mesazhet kuranore krijuesi ynë që të lexojmë Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, por përveç leximit, ky lexim të zbarkojë në trurin ton dhe nga truri të zbres pra tek zemra, e nga zemra ky gjak edhe ky mish të jetë në sinkronizim dhe me shpirtin dhe në sinkronizim me të gjitha këto pjesë, pra ky shpirt i pastër dhe i bindur në Allahun të jetë shpirt i sinqert, të jetë shpirt garues dhe thirrës në rrugën e krijuesit. Ta njoh krijuesin pra kjo krijesë është një fakt domethënës. Prandaj, nëse don të japësh domethënie jetës tënde, nëse don ta kuptosh realitetin e ardhjes në këtë botë, duhet të ulumtosh, të studiosh Kur'anin dhe ta praktikosh atë nëse don të japësh kuptim jetës tënde. Selam aleikum.